Ka gjëra në jetë që nuk ka përcehen kur. Ndonjëherë është një dashni që s'kthehet mo, ndonjëherë një humbje që ta zbraz shpirtin, ose një zhgënjim që ta ndrën mënyrën si e sheh botën. Na thonë se koha shëron gjithçka, por ka plagë që thjesht mësohesh ti mbash, jo ti harrosh. Ka boshllëqe që nuk mbushen kurrë, ka gjëra që thyhen edhe mbeten ashtu për gjithmonë. Atëherë kupton se asgjë nuk do t'jetë më si më parë. Jeta nuk kthehet në vendin ku ishte, por vazhdon në një formë tjetër, ma e heshtun, ndoshta ma e thellë, edhe ndoshta ma e vërtet. Sepse edhe kur diçka brenda teje thyhet, një pjesë tjetër ringrihet, jo si më parë, por ma e fortë, ma e qetë, ma e vetëdijshme. Kjo është jeta. Të rilindësh nga ajo që s'mund ta ndryshosh, të mësosh të jetosh ndryshe me atë forcë që nuk e dije se e kishe.